Në një takim kokë më kokë në Pallatin e Brigadave që zgjati rreth 40 minuta, kryeministri Edi Rama i dorëzoi presidentit Bajram Bekaj propozimet për ndryshimet e reja në kabinetin qeveritar. Ky hap formalizoi një fazë të re të rotacionit brenda qeverisë pas disa hetimeve të kryera nga SPAK që çuan në shkarkimin e disa ministrave. Presidenti ka një afat prej 7 ditësh për të bërë verifikimet ligjore dhe për të firmosur dekretet individuale për secilin ministër të propozuar. Pas këtij procesi, kabineti i ri do t'i nënshtrohet votimet e Kuvendi i Shqipërisë, ku deputetët socialistë dhe ata të tjerë do të japin miratimin e tyre për secilin prej emrave. Vetëm pas miratimit dhe betimit, ministrat do të fillojnë zyrtarisht detyrat e tyre qeveritare. Ndryshimet më të rëndësishme përfshin zëvendësimin e Belinda Ballukut, e cila u largua nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministrisë së infrastrukturës dhe energjisë. Në vend të saj, Albana Koçio morri postin e zëvendës kryeministres, ndërsa Enea Karakaçi u emërua ministër infrastrukturës dhe energjisë. Po ashtu, ish ambasadori në Bashkimin Evropian Ferit Hoxha u emërua ministër i punëve të jashtme, duke zëvendësuar Elisa Spiropalin. Në Ministrinë e Drejtësisë, Toni Gogu mori drejtimin, ndërsa Besford Lamadari u zhvendos si ministër i brendshëm. Ndërkohë, për marrëdhëniet në parlament u emërua Eriona Ismaili, ndërsa Ministria e Mbrojtjes u drejtua nga Ermal Nufi, duke zëvendësuar Piro Vengun.